Rikthehen punimet për projektin e ri të portit të Vlorës, që do të ndërtohet në zonën e Zvërnecit. Vlera e këtij investimi shkon në 43 milion euro, ndërsa afati është parashikuar në 24 muaj kalendarik. Megjithatë, ajo që mbetet për të përcaktuar është dita e nisjes punimeve dhe se kur do të jetë gati dhe kur do të përfundojë porti i ri i qytetit të Vlorës. Është parashikuar që ky të jetë një port i cili do të ofrojë shërbimin për tragetet, por edhe për mjetet e tjera të mallrave, duke zhvendosur nga i aktuali dhe duke vendosur pikërisht në zonën e Zvërnecit. Punimet për ndërtimin e portit të ri të Vlorës, i cili do të ndërtohet në zonën e Zvërnecit, kanë rifilluar pasi periudhë të gjatë ndërprerjeje. Prej disa ditësh në kantier është rikthyer aktiviteti i punës, duke sinjalizuar vijimin e këtij projekti të rëndësishëm për zhvillimin e qytetit, por edhe të gjithë rajonit. Vlera e investimit për ndërtimin e portit të ri llogaritet në rreth 43 milion euro, ndërsa sipas dhënave zyrtare, afati për përfundimin e punimeve është përcaktuar në 24 muaj kalendarike. Megjithatë, një element që mbetet ende i paqartë është edhe data e saktë e nisjes së këtyre punimeve, por edhe e përfundimit të projektit, pasi në tabelën informuese të vendosur në kantier nuk specifikohet një afat i qartë kohor për realizimin e tij. Projekti i ri në zonën e Zvërnecit parashikohet të ketë një funksion të zgjeruar. Ai do të shërbejë jo vetëm për tragetet që lidhin Vlorën me Italinë, por edhe për mjetet tjera lundruese që transportojnë mallra të ndryshëm. Ky projekt synon të rrisë kapacitetin portual dhe të përmirësojë infrastrukturën detare të qytetit. Sipas planit, porti aktual që ndodhet në zonën e Skelës, ku deri më tani janë përqendruar aktivitete portuale, do të zhvendoset drejt zonës së triportit në Zvërnec. Ky ndryshim pritet ndikojë edhe në transformimin urban të zonës ekzistuese portit në qytetin e Vlorës. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të vijojnë punimet në terren e nëse do të respektohen afatet e paracaktuara për realizimin e këtij projekti, i cili konsiderohet një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin e Vlorës dhe zhvillimin e tij në të ardhmen.